Arsen, përshëndes. Përshëndetje Aida. E nisim me seancën paraprake për dosjen Meta. Pak sot duhet të vendosej nëse gjyqtare Irena Gjoka do të kalonte apo jo për gjykim kërkesën e 3 prokurorëve, Sotir Klapi, Arben Kraja dhe Altin Dumani, për gjykuar ish presidentin zotin Meta së bashku me të pandeurit e tjerë, mes tyre dhe ish bashorten e tij Monika Kryemadhi. Por teksa ishte kjo seancë e ditës së sotme, një kërkesë ndaj trupës gjykuese përkatësisht ndaj gjyqtares Saida Dollani ka bërë që gjithçka të shtyhet, pasi mbrojtja e zotit Meta, përkatësisht avokati Kujtim Cakrani, ka kërkuar ditën e sotme me argumentin e përjashtimit të gjyqtares Saida Dollani për shkak se ajo ka gjykuar më herët një kërkesë për revokime e masës së sigurisë së ish presidentit, i cili vijon të qëndrojë në burg tashmë prej thuajse afro një viti nga i arrestim mjaft i diskutueshëm, i cili edhe në raportin e avokatit Popullit, por në parlament është folur shpeshherë për një etikë të munguar të veprimeve policore. Zoti Meta nuk ishte i pranishëm, avokati i tij ka bërë këtë kërkesë dhe gjithçka është hyrë për më 14 nëntor, ora 9, aty ku do të vendoset, do të pranohet apo jo së pari kjo kërkesë për përjashtimin e gjyqtares Saida Dollani, e më pas vjeshmëria e këtij procesi, e cila me sa duket edhe për gjatë muajit nëntor do të jetë vështirë kalimi në gjykim. A është kjo një teknikë e mbrojtjes, a është kjo erëzaurimi gjitha armëve të ish presidentit, ajo çka është një fakt tashmor se seanca po shtyhet, por nga ana tjetër ai vijon të mbahet në paraburgim. Është thuajse e njëjta situatë pak a shumë me dosjen Partizani, e cila për më shumë se sa 5 muaj pati një zvarritje për të kaluar në seancën paraprake, tashmë seanca paraprake është e zëruar dhe çështja është në gjykim. Po Aida. Ndërkohë, debati që lidhet me Sali Berishën, nëse ka një fletëthirrje për të ose jo, të kuptojmë pak çfarë është zyrtare dhe çfarë ka deklaruar avokati i tij. Pra flasim për 21 janarin, ku pam thirrjet një pas njëshme, nuk e di deri ku do të shkojë dhe kush do të jetë pas Berishës. Në fakt, hetimet e 21 janarit janë të hapura në prokurorinë e posaçme pas vendimit gjykatës lartë, e cila urdhëroi regjistrimin e këtij procedimi penal në prokurorinë e posaçme dhe me shortës për zgjedhur prokurori Alfred Shehu, i cili ka firmosur tashmë një fletëthirrje edhe ndaj ish-kryeministrit Berisha. 14 nëntori e premte ora 10 është data ku zoti Berisha do duhet jetë i pranishëm në SPAK për të dhënë deklarime. Në fakt nuk ka munguar pas ditën e djeshme reagimi i avokatit Genz Gjokuta, i cili ka thënë se enda ata fizikisht nuk e ka një fletëthirrje, gjithçka janë njohur nga mediat, po ashtu nuk ka munguar reagimi vetë zotit Berisha, i cili shpeshherë ka cekur 21 janarin duke folur se ai kërkon një hetim të plotë dhe s'ka qenë asnjëherë përjashtuese për përfshirjen e tij në hetime kësaj ngjarje, por kërkon edhe hetime organizatorëve duke atribuar të gjitha ato protestë të dhunshme me pasojat e saj kryeministrit aktual i shkrejut opozitës socialiste në 2011, zotit Edi Rama, i cili sot drejton qeverinë prej më shumë se sa një dekade, është në mandatin e 4. A do tjetë apo jo një fletëthirrje nga zotit Rama, kjo mbetet për të parë, por ajo çka MCN Live ka lexuar dhe ka raportuar prej pasditës së djeshme është se fletëthirrja është zyrtare me 3 vepra penale. Ajo e vrasjes në rrethana cilësuese kryer në bashkëpunim ndaj një dhe më shumë shtetasve, po ashtu edhe plagosja është përdorimi i detyrës dhe pengimi i veprimet që pengojnë zbulimin e të vërtetës, çka ajo që mbetet për të saksuar është regjistrimi i këtyre vepra me emër apo sipas veprave penale. MCN Live është interesuar pranë prokurorisë posaçme, ende nuk ka një regjistrim të personave, qoftë zotit Berisha apo qoftë zotit Basha apo të dyshuarve të tjerë si emër në regjistrin e veprave penale për 21 janarin, por është për veprën penale. Në cilësinë e personit që ka dieni për rrethanat e hetimit, ai do duhet paraqitet të premten, ne do ta ndjekim nëse do të jetë apo jo, por edhe nëse nuk do të jetë thjesht çështje ditësh për të patur një datë të ndryshme, pasi zoti Berisha paraqitet dhe ka një masigurie nga prokuroria e posaçme, ajo e detyrim paraqitje dhe nuk mund ta shmang praninë e tij në këtë institucion. Por përveç zotit Berisha, më herët ka qenë ish varësi i tij, ish ministri i brendshëm i qeverisë Berisha, zoti Lulzim Basha, i cili në përfundim të një seance deklarime për afro 60 minuta u shpreh që për shkak të sekretit hetimor nuk mund ndaj më shumë, por cilat janë përgjigjet e Bashës nga pyetjet e Byros Kombëtare të Hetimit, kjo mbetet për të parë, do të ketë një ballafaqim të tyre apo jo, por
Fakti që SPAK e ka hapur këtë çështje është për shkak të ankimit të familjarëve të ndjerit Aleksnika, një ngjarje ende pasbardhur për predhen, për armën dhe për autorin që i mori jetën protestuesit të pafajshëm, një prej 4 protestuesve më 21 janar të 2011-s, ku mes tyre u ndan nga jeta në mënyrë të padrejtë dhe kriminale Ziver Veizi, Hekuran Dedja, Faik Myrtaj dhe Aleksnika. Të ndalim dhe në një çështje tjetër, kemi diskutuar, kemi folur gjatë këtyre ditëve për valën e akuzave ndaj Vokshit. Shoqata e gjyqtarëve ka reaguar duke cilësuar si sulm personal. Çfarë ka sot të re, Arsen? Pak nuk është herë e parë janë atimimit të magjistratëve, qoftë gjyqtarë, prokuror, po dhe reagimet e ndërsjellta nga shoqatat, qoftë nga institucionet si Këshilli i Lartë i Prokurorisë apo Këshilli i Lartë Gjyqësor, por raportimin media se zoti Asim Vokshi në cilësinë e magjistratit ka fshehur një dokumentacion që e lidh atë me dyshimet për agjenturë nëpërmjet shërbimeve sekrete të huaja është bërë në këto 40 tetor, nëse mund të themi kryelajmi i aktualitetit, nuk ka munguar s'par një reagimi vetë zotit Vokshit që cilëson gjithçka është raportuar në media një fake news. Nga ana tjetër në emër të Këshillit të Emërimeve të Drejtësisë që ka përzgjedhur zotin Vokshi me piket maksimale për t'i hapur rrugë garës dhe për të vijuar ai më pas garën për gjyqtar kushtetues, po ashtu ka reaguar KD duke thënë se ne nuk mund të bien prej presioneve dhe në mënyrë të paligjshme siç media kërkon të ndikojë. Por nga ana tjetër, redaksia e lajmeve e Top Channel ka deklaruar se gjithçka është raportuar, ata i qëndrojnë në versionit të tyre, por ka dhe një element, në fakt, KD vetë në deklaratën zyrtare një ditë më parë pranon se ekziston një informacion që ka pikpyetje për përfshirjen e magjistratit dhe gjyqtarit karrierës në shërbimet agjenturore sekrete të huaja, por thotë ky informacion është i pabazuar dhe nuk mund jetë i vlefshëm dhe të bëhet kusht pengues për të vijuar më pas garën për antar gjykatës kushtetuese zoti Vokshi. Gjithsesi tashmë ai është përzgjedhur, letrat apo dosja e tij ka kaluar në presidencë, pritet vetëm dekreti i zotit Bajram Begaj, shkëlqësisë presidentit të Republikës së Shqipërisë për të vendosur nëse Asim Vokshi do të jetë apo jo gjyqtari kushtetues për të plotësuar këtë gjykatë e cila ka vakanca. Por nga ana tjetër, reagimi i shoqatës kombëtare të gjyqtarëve hedh dritë mbi një situatë ku ata e cilësojnë një presion, një denigrim të gjyqtarit me një prapavit të errët, ku sipas tyre media duhet të reflektojë dhe gjithçka në raportimet e saj duhet të ketë në mirë besim dhe në komunikim të pandalshëm me magjistratët, qofshin prokurorë gjyqtar. Po për të qenë korrekt, nga ana tjetër, magjistratët, gjyqtarë, prokurorë shpeshherë trokitjes medias, kërkesës për marrjes së informacione apo për të qenë pranishëm për të folur, qoftë edhe në emër të Republikës, kur ata japin në vendime të rëndësishme, janë po këta magjistratë që mbyllin derën. Ndërkohë, dua të ndalem në një çështje tjetër që e kemi prekur edhe që lidhet në fakt me pengmarrjen me një menaxheri, si u organizua nëpërmjet ish të dashurës, mesazhe të cilat dolën në publik. Çfarë ndodhi, Arsen? Çfarë ishte ky lajm? Në fakt është finalizuar operacioni kufizimit, paktën me 2 masa sigurie, arrest në qeli, 3 të tjera ende pa ekzekutuar. Në këtë skem pengmarrje, më saktë gjobëvënie, janë përfshirë 2 vajza, përgatësisht 21 dhe 23 vjeç, njëra në raportin tim me menaxherin e një prej restoranteve të famshme në kryeqytet, e cila ka patur një raportin tim, por nga ana tjetër një djalë i cili të paktën nga hetimet e bora deri më tani, qoftë policisë apo prokurorisë Tiranës, rezulton po ashtu që ka patur raporte intime me të dashurin e menaxherit, i ka dërguar një mesazh duke i thënë lëre atë, ndau prej tij ti bëjmë një gol në kuptimin e ndoshta një gjovënie ose një pengmarrje, por nga ana tjetër futja e një vajze të dytë në lojë nëpërmjet një ftese në Instagram ka zgjeruar aktivitetin e skemës kriminale të rive. Sapo ka marrë ftesën në Instagram e ka pranuar menaxheri, më pas ka patur një takim dhe një caktim në një prej apartamenteve të marra me qira ditore Airbnb, të cilat për vërtetës janë kthyer në istret të prostitucionit, të narkotrafikut dhe të gjitha aktiviteteve të paligjshme, kanë përfunduar aty, por në momentin që do të shkonin në shtratin e Joshjes, nga dyert e tualetit të këtij apartamenti kanë dalë Lucian Kizma së bashku me një prej shokëve të tij. Me armë ka deklaruar menaxheri para hetuesve, duke dhunuar e duke kërcënuar
për t'i paguar 10.000 euro. I ka paguar gjysmën e shumës, ndërsa gjysmën tjetër ka refuzuar ta paguaj duke majtur gjithçka të ngjarjes të fshehtë. Por ditën e djeshme teksa ai është kërcënuar sërish me jetë, ka zgjedhur të shkojë në dyert e policisë për zbuluar më pas se si adoleshentët të rit, por edhe vajzat janë përfshirë në aktivitet kriminal të marrëdhënieve intime në santazhe gjobvënie, duke përdorur më pas foto e video për të kërcënuar marrëdhëniet familjare, familjet, çiftet bashkëshortore për t'i marrë para, siç ka ndodhur në rastin e djeshëm. Arsen, faleminderit. Nëse do të ketë zhvillime të tjera ne do të jemi sërish së bashku. Të përshëndes.